ish ushtarë, veteran të 3 luftave që u zhvilluan nga hapësirat shqiptare, të respektuar ishte përgosur politik, të nderuar përfaqësues të institucionit, të dashur të putet, të dashur familjar, shokë dhe miq, të nderuar zonja dhe zotërit. Një profesor me nëndritur i Universitetit të Prishtinës e kishte zakon shpeshherë të thoshte se fjalët nuk numërohen, por peshohen. Dhe në këtë rast mund të themi pikërisht për librin e Besim Paraliu, Koha Pajtos, e cila po përrohet pikërisht në ditëlindjen e Titanikut shqiptar Adem Demoqi. Baca Adem ka vite që nuk është në mesin tonë fizikisht, por veprimtaria e tij adëtare politike e mendindëritur do të jetë çdo herë në mendje dhe shpirtin tonë, dhe do të jetë udhërrefys për brezat dhe gjeneratat që do të vinë. Koha Pajtos e profesor Paraliu, siç e dëshmon edhe vetë titulli i librit, na flet për një periudhë kur angazhimi politik është rregjur në një veprimtari politike për të hapur edhe për të përfaqësuar sa më shumë në administratën qendrore të Kosovës. Një vlerë politike zhveshur nga çdo vlerësim adëtare patriotik dhe fisnik. Profesor Paraliu në 21 shkrime të cilat i ka brenda kopertinës e këtij libri që sot ta merrni, thotë se Koha Pajtos nuk është politik. Mund ta quajmë dhe mund të veprojmë, të thojmë me terma të tjerë. Dhe pikërisht ky bën një vlerësim që ne duhet të kemi një politikë me vlera të mëdha që i takon një shoqëri. Adem Demoqi e gjeti lirinë te kumbi i tij, por e mësoi popullin e tij se pa liri mund të shndrohet në një fillim amarfors, që vret dhe ik nga dheu i teparëve të tij dhe bestonin e lëndruve. Profesor Paraliu në rruga ati adëtare, patriotike dhe qendrëstare, e qoj në përbugjet dhe kazamontet e ish sistemit tetist, ku atje e gjeti mësuesin e tij. Dhe me të drejtë në librin e tij kërkon që ne të kemi një jetos të ri si Adem Demoqi, që populli mos të jetë skutuar, apo më mirë të thënë që mos të jetë si një verbër në syrin e badhë një natë të ardhë. E për Besim Paraliu, Adem Demoqi është udhërrefysi më i mirë. Koha Pajtos e profesor Besim Paraliu na dëshmon se jemi të jetuar një kohë ku politika ka humbur devimin e tij. Dhe me të drejtë qumë Koha Pajtos, po jo pa shpresë, sepse Besim Paraliu na thret që ndjekim veprimin dhe mendimin e veprimtarit, adëtarit, politikanit, ideologut, fitimin e çmimit Sahara, Adem Demoqi, njeriu i cili na mësoi se çka është identiteti. Dhe unë mendoj se ky libër nuk duhet të jetë vetëm mesin e familjeve adëtare patriotike, familjeve të dëshmorëve e personaliteteve që jemi këtu. Ky libër duhet të jetë në çdo bibliotekë të qyteteve të Republikës së Kosovës. Ky libër duhet të jetë në çdo shkollë dhe çdo universitet. Ky libër pse mos të përkthehet në shumë gjuhë të botës, të jetë pjesë e shumë bibliotekave në meje evropiane botërore. Duke përgëzuar dhe falendëruar Besim Paraliu, ju falenderoj për vëmendje. Ju falenderoj. Faleminderit zotëri Llatrosi, nga diskutimet e deritanishme u kuptua se Koha Pajtos është një libër që synon të trazojë ndërgjegjen shoqërore